dhe e kam fejuar Elën. Mbesa nuk ishte dakord, por nuk ma thoshte mua që unë kam të dashur. Ky vajti shkruajti tani, shkruajti në Facebook. I dashuri, edhe ai e ndau, më ra në dorë, që të martoja prapë Mbesën ta fejoja. Në moment që ne kemi bërë fejesën, ai na ka shmendur 4 vjet odeta, edhe vjet në gusht na i la, ai Dendri me të drejtë. Çfarë do të thoj mua, çfarë kërkon me nga ajo? Ai pasaj vetëm shan, pje unë do ta vras, unë do ta guaj lekë dhe atë do ta heq qafe. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë live pikërisht në kanalin tim zyrtar në YouTube, po Odeta Dugme Mandro. Për të qenë pjesë e videove të mia, mund të pikoni poshtë te kjo fotoja ime. Mirë, ditën e sotme ne do shkojmë në Greqi, unë nga habitare për një zonjë, ai quhet Beta, e cila do denoncojë një rast, një ngjarje të rëndë për mbesën e saj, e cila edhe pse është bërë nën, është e martuar, dashuron burrin që ka, kërcënohet nga një person që dikur ajo e ka njohur në vendlinjen e saj. Por se çfarë ka ndodhur do të jetë pikërisht zonja Beta, e cila do e rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Beta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Ne folëm dje mbrëm të dyja bashk, po pak folëm dhe më thej që dua të flas patjetër me ty se kam një histori. Unë kam një mbesë e kam rritur vetë. Të motrës, të mbesën e kam rritur vetë. Të djalë, të motrës. Mbesën, vajzën e motrës. Emanuela. Po. Emanuela Mertan. Kjo e rrita era në Greqi, unë pasaj që fillova jetën këtu, e lash në klasë të 4, iku tek e jema mirë. Atje e merrte jema që punonte të çantët, na njohit me një djalë. Por të bëj një pyetje përpara se të më vazhdosh historinë, pse e ke rritur ti mbesën, edhe nuk e ka rritur nëna e vet? E kam rritur unë sepse motra ime ishte me 3 kunata brenda dhe ajo e lindi mbas 5 vjetëve dhe nuk donte që t'i qellonte njëri asaj fëmijë. Për të shmangur shere në familje, e kuptova. Në familje e kam marrë, se ishe 3 kunata me një banjo edhe vjera dhe vjeri, 2 kunate të pamartuar. E qartë, dhe vendose të arrisje ti mbesën. E rrita unë, isha në shtëpi atje, me mami, me babi, me vllai, me shumë të mira, vinte motra, se ishte në kuçove martuar. Kur isha në Greqi, unë nuk e di, ajo ishte lidhur me një djalë. Sa vjeç është mbesa? Tani mbesa është 30, po atëherë ishte shumë e vogël. Atëherë merrte jema në pushimet verore tek çantat, në një firmë italiane. Në Greqi? Jo në Greqi, këta jam në Shqipëri, unë jam në Greqi vetëm. E qartë, po? Në 2016 unë kam dhënë 11 vjet pa ardhur në Shqipëri, 11 vjet pa letra këtu në Greqi. Në 2015 më vdes burri, mua më la me 2 fëmijë. O, ngushëllime. 2 pinat kam. Edhe në 2016 më bëj letra dhe vi në Shqipëri. Po? Në 2016 nuk e di se sa vjeç, sa i bie Çupa ka qenë, Ela ka qenë 2016 nuk kur ka marrë në gusht, ka marrë letra dhe ka majtu dhe e kam fejuar Elën. Mbesën? Mbesën. Kemi qenë në një dansë, na pëlqyen atje mbesën edhe e fejuar. Por mbesa ishte dakord? Mbesa nuk ishte dakord, por nuk ma thoshte mua që unë kam të dashur. Do me thënë, mbesa ka pasur të dashur dhe ju e prezantuat me një person tjetër, e fejuat me një person tjetër. Po, më tha mua në të dënuar, por nuk e dini. E gjitha të u fejua, ky vajti shkruajti tani, shkruajti në Facebook. I dashuri? I dashuri, edhe ai e ndau pa e bërë të bisedë shumë të ashtu, e ndau. Edhe nuk e morën vesh, por se ishte me vesh për shnjë, por i kishte thënë motrës të mesme të Emanuelës, që e di dhe ajo se për çfarë ndam. Por pse i fejuari që do iknin në Itali zbuloi mesazhin që i kishte dërguar i dashuri? Po. Ai nuk është njeri. Megjithatë, vjen prap, ndahet
ande nga Italia dhe vjen këtu edhe i thot ai pasaj e merr ashtu, ti nuk të merr njerie, ti e ndar, ti quhesh llafen nga më të ndyrat. I fejuari. E më thot motra mu. Jo i fejuari nuk bërë asnjë gjë. E ndan edhe unë dam edhe pik. E qartë, po. Unë dan, i thot ky tani, ky nga Kuçova. I dashuri. Ky ishte edhe nga Kuçova. Mariglen Gani Gjata. Quhet personi që filloi le të themi ti thoshte mbesës to fjalë. Po? Ti thoshte to fjalë edhe i thoshte lloj llafesh, i thoshte shumë llafe. Kësaj dhe kjo u trem, nuk do më marrë njeri, edhe i tha motra mori kështu, më thot mua. Po, edhe i thoshim, i thuaj Elës, që ai nëse do të vinë në shtëpi, të kërkoj. Po. Në moment që thaj, unë dua të vinë në shtëpi, apo ju nuk doni. Pastaj kur i thashë moj, po ti thoj kështu, që të vini, kush do të jetë, le të vinë në shtëpi, të përkasin në derë, se ne jemi një familje ndershme, nuk duam. E tha është ai pastaj jo mamaja, jo babaj. Nuk ashtu. Kurse buri motër time vajti kapi t'jatin. Të këtij djalit, Mariglenit, po? Të këtij djalit. Kështu tha. Edhe të nuk di gjeta, do marrë ateta, do marrë çuni dhe do t'i them. U tha pse piu një kafe me mua, jo ta do të më ngeci mua. Oh, po mirë, sa kohë kishte mbesa juaj që kishte marrëdhënie me këtë djalë? Shumë kohë. Tani kaluan shumë kohë, shumë vite. Dhe mua më ra në dorë që të martoja prapë mbesën ta fejoja. Unë për atë jam duke. Të më kërkojnë vesh që unë ja jap. Vetëm ajo të jetë mirë. Të besoj, e ke rritur vetë. E dashur Beta, në momentin që ti erdhi koha për ta fejuar mbesën sërish për herë të dytë, ajo mbante marrëdhënie mbesa me djalin në fjalë? Po. Ata kanë qenë ne nuk e dim. E dashur Beta, por kur ata duheshin dhe takoheshin fshetas, pse nuk shpallën fejesën bashkë? Po nuk donte ai pra. Ai donte ta mbante vetëm të dashur, e qartë, e kuptova dhe nuk donte ta bënte zyrtare. Tani kjo, ne nuk e dinim tani. I thoshte motra të tuaja. E kishte ndarë motra. Po, e shumë, të flasësh ti me atë thua si ky nuk ka. Edhe aty pastaj unë vete di në Shqipëri. Po. Dhe një nga njerëzit e burit tim, tu që mbaj kontakte edhe më thot mua, kështu thot, me që mua më ka pëlqyer Ela, thot, dua ta bëj për çunin e motrës time. E qartë. E dua nga ty këtë muhabet. Bajta unë në Shqipëri, unë nuk e dija muhabetin. Ti dije që mbesa ishte ndarë nga i dashuri. Po. Unë nuk i dija muhabete. Aty pasaj më vjet mua ajo më thot, unë nuk e dua, thot, se unë dua ftetët, pa i nuk më do. Moj, je në vete kam frikë, thot, kam shumë frikë, thot. I thashëm, që po bërë? I thashëm, unë nuk të fijoj me pa i. Me qofë se a i të do, ju vazhdoni jetën bashkë me atë. Kapi prakë kunati, më thot mua, Beta, thot, më vjen zorë, më thot mua, që unë ta ka prapa të thot. Jo, ta kishi denoncuar në polici, nëse ky djalë kërcënonte mbesën dhe e mbante peng. Nuk na i thoshte shumë gjëra, nuk na i thoshte, kishte frikë, mbante të fshehë. Po, ai ishte polic kunati, ai ishte polic, tani ka dalë. Ka qenë polic në Kuçovë. Më pas, i thashëm kështu, i thashëm kanë gjetur shumë njëri të mirë, i thashë të duam të fejojnë. Megjithatë i thashëm te kunatit, ti shko dhe një kafe t'jatin atit, dhe i thuaj, unë do ta fejoj çupën. Prandaj, mos të kemi probleme, më vonë. Edhe i tha kunati, unë do ta fejoj dhe ai nuk po e le që mua të më fyret çupa, po pse çupa atëre ishin 27 vjeçe. Pse e tha ajo vogël, çupa jote tha, është 27 vjeçe tha. Aty, Odeta, pranon, i thashëm ti fol njerë me fëmijët e mi, me çunin pranon
Ela të lidhet me këtë djalin. Me këtë që i bera unë. Më thotë mua, thotë bete, thotë unë tjetë çdo gjë kështu, thotë sa mirë qenë nga që të plasësh kështu, edhe i pëlqeu. Në moment që ne kemi bërë fejesën, ai na ka shmendur 4 vjet deta me Facebook të dërgoj ju mesazhet e atit nuk po gjejmë Berman. Edhe vjet në gusht na i la ai Dendri me të drejtë se është bërë me të gjithë familje, me të gjithë jeni ata e kanë bërë unë nuk mund të t'i them ato, po do t'i dërgoj tani me çupën dhe tani e ka të hapur. Atë një adresë, mbyn një adresë, atë një adresë, mbyn një adresë. Pra, vajza u fejua me kushurinë e burrit tuaj, u sistemua dhe ky nuk e lindë rehat. Të lindë rehat, ai në atë kohë, atëri ja dërgoi mesazhin. Ai burri ja pa dhe ja fshiu, ja pa me numër, e beri me numër, ai e pa dhe e fshiu se nuk po duronte dot. E tha Ela tha, nuk ka problem ta, se ne nuk ja treguam, i tham që ke qenë një fejuar, por nuk ja treguam këtë muhabetin o deta. I qartë, historinë e dashurisë që ka pasur Ela, po. Po. Edhe aty ky na ka bërë deri tani me që ne na ka shkataruar jetën që nuk di ku të vete dhe ku të mbytem. Kapi avokat, kemi kapur avokat në Berat, në prokurori, po na gënjejnë vetëm shtet nuk ka në Shqipëri, vetëm shtet. Ju e denoncuat djalin në fjalë? E denuncua. Po. E denuncua. Se këto janë kërcënime, ai e ka kërcënuar. E ka denuncuar, Kunati erdhi goca, Ela e ka denuncuar dhe ai e morën as 10 minuta dhe doli, më fal për shprehjen, më fal, edhe shkruajti prap. Ja që më beri mua policia më ruajti, edhe policia thot nuk janë fakte këto, më thoi mua që fakte do policia. Prokuroria, kemi, nuk e di, vjetë unë da qupa, qante me pikë të lotit edhe e vogla, është me një vajzë, më 3 vjetë, ai nuk ka pushuar dhe tani e ka të hapur atë. Pra, me tezët, me motrën e atit, me tjemën, atë e kam bërë unë. E kam, qa të them, nuk munde. Kam vajtur unë kapur të jatin. Por ndalemi pak, Beta, se kjo është një ngjarje shumë e rëndë dhe më vika shumë keq dhe më vjen keq për këta meshkuj që bëjnë të lloj veprime, vetëm burra nuk quhen dhe Turp TV ati personi që ka pasur një histori dashurie dhe hakmerret në këtë lloj forme. Më fal, punoni linë për kamera në Tiranë, edhe shteti jon, po bëra gabimun që votova këtë radhë. Megjithatë nuk ka problem, por vetëm shtet nuk kemi në Shqipëri. Ky person nuk është martuar, nuk ka krijuar familjen e vet? Po nuk, ka punë të gjithë. Tani mua nuk më intereson se çka. Më thon tani motra më tha që është fejuar. Po ai akoma vazhdon. Ai thot unë po nuk e ndava atë thot. Por sepse ai ka një fiksim, një njeri i çmendur, sa ai po ta donte e merrte për grua, aty e kishte. Po të ndaj prap, ajo është shumë mirë atë familje, janë njerëz shumë të mirë, po tani po e shikojnë me një sy të gjithë tezë. Por ndalemi pak, Beta, vajza Mbesa u nda me një vajzë të vogël. U nda vjet në gusht, ai erdhi prap e mori Odeta. Po sa herë që shkruan ai prap marrëdhënia e tyre. Dhe un kam frikë tani se gjëja ka vajtur atje mos bëna një gjë vetë se ve fëmijës ajo. Por të bëj një pyetje, ti ke folur me Mbesën tënde? Po flas po dhe atje është me virën dhe nuk. Por Mbesa juaj. Benderman thot ajo, Benderman Beta. Po është fare e thjesht. Ai në çfarë do lloj adrese ti shkruaj, ajo vetëm ti bllokoj. Sa i mund t'jeti sumur. Po ajo nuk ka me, ajo s'ka me. Ajo nuk ka, i ka hequr të gjitha. Ajo i ka hequr, po ky i mori adresat shokëve të burit kësaj. E që me është. I ka marrë adresat tezeve, i ka nxjerr ai se kur janë. Ku jetojnë neve, edhe në xhungël, ti jetoni neve, edhe në xhungël. Kjo situatë që na ka ndodhur neve, edhe nuk e ka prokuroria, sepse çështja është mbyllur, e qartë, e kuptoj. Jo, është 4 vjet çështja. Paguam edhe avokatin, nuk na bëri asgjë. Avokati thot, ai është budallame, atë do merremi ne pse kjo është përgjigja. Ai po shkruan akoma. Po mirë, nuk keni një njëri nga familja juve të shkoj dhe ta kapi këtë njëri dhe t'ja bëj 8 me 2, t'i vërca pika mbi i,
Që ty lëre hatë, sa i mund jetë një sëmur, mund të shkoni te baba i ti, te prindët e ti. Ore, o mbit djalin ose... Kemi vajtur, ata janë të zbritur nga Tomori. Edhe ata atje të Kuçovës e kanë të njojtur, janë nga Tomori është ai atje. Edhe si se ka pritur kjo prokurorja njëherë thotë, se do unë për shkakun të shpruaj do vras, edhe nuk e vrava unë. Tu në Greqi, ai minuti vrava atë, edhe bëri një histori. Po të paktën e gjeti shteti grek. Ati në Shqipëri e kemi denoncuar, punati vete, i qonë ato, i marrin e të gjithve. Tani, kur të pritet qupa mua do bëjnë një qka, pas të shikoj ty shumë natë, ndërë në 3 të natës, nga 10 herë ato, edhe vetë jam sëmurë me ato probleme që... E da Beta, por ju keni takuar njerëz të familjes së djalit? Kam majtur unë në Kuçovë, se nuk e besoja punatin. O, Beta, nuk janë njerëz. Jo, i tash do vete vetë. E vajta, e kam takuar, kam folur këtu, ta gjej policia, po qofse se është ai, i të futet brenda. Kjo ishte përgjigje që të dha babai i djalit. Kam folur, urdhra? Kjo është përgjigje që të dha babai i djalit. Po shumë ka vajtur njerë kunati i me gjithë atë burin e Manuelës, atje deshu uran, në zunë atje desh Evran, por tani ai kunati thot nuk dua asnjë që ta vrasim. Unë i them ti nuk je baba, jam zën tani, ti nuk je baba. Ta vrasësh, se vetëm ai nuk të ndjerë me Beta. E qartë, por unë e kuptoj, por nuk do të arritë deri në këtë pikë. Tani thot, unë jam kam qenë policë vetë, do rritem Besa, do më thot, gjyshi ka qenë në burg, i them këto janë llafe budallalliqe, unë t'i jep, unë e vras, edhe i them burgut aku. Jo, unë deri atje ka rejtë, se nuk ka shtet. Jo, mendova njërë të postë zhjiku. E dashu Beta, unë e kuptoj që jeni shumë të shqetësuar, se është një çështje madhore, siqërisht, e gjithë kjo histori. Po, në bashkë, do t'i them çupës t'i dërgoj të tëra ato. Por vetë Besa si është? Se ajo jeton në Greqi. Është në gjendje shumë të keqe. Çdo që hap ai, çdo gjë që hap, dhe unë isha tek ajo tani, se ka teze këtu ai. Njerëzit e mi, njerëzit e burit e ti. E qartë. Ky djalë ka një teze, e më pa mua ishte qenë Beta atje, qa tha në një gjë e jo, tha? Po dhëndri çfarë thot? Briziet, nuk shkoj mirë, ikën në mëngjes, vjen në darkë, ajo çupa e kërkon. Po mirë, nuk e keni do të... Shumë e keqe, është shumë e keqe. Nuk e keni do të mundur të flisni me dhëndër e t'ja shpjegoni që ai është një sëmur, besoj dhe ai ka kuptuar që një person i sëmur mund t'i bëjë të gjitha këto veprime, se një njeri normal, siç pranon dashurinë, do pranoj dhe ndarje në fund. Tani ai e kupton. Po atë ngritin aty në gusht, ku ka qenë, ka marrë dhurun një ditë nga Greqia, atë e merrën në 2 të natës, dilte na thoi emrin. Na thoi se i shkatron, ai gjen adresat e burit, shokët e këtij, nuk i flasin me shokët. Kusur ka thot familja ime, mirë thot ai. Po familja ime tezet, motra dhe ëndrit, janë dhirë atë, qupa ishte 7-8 vjeçe. Tani çfarë ka familje? Çfarë ka njerëz e tjerë? Tezet, çfarë kanë? Në qoftë ai e ka muhabetin e ka me atë. Ai është i sëmur, po tani. Jo, i sëmur, pa dyshim. Po punon ka kameraman, e që para ajo në Besa tjetër që punon në bank, edhe të i punon nga i vetëm në përtasma dhe i ti shumë një telefonin. Po neve tani, unë të duan një avukata, një që mua të më marrë të qeshe dhe të më mbaroj, jo në operat, aty në Tiranë. Ky person punon operator, punon kameraman në për televizione, apo personale me dasmat? Punon dhe me dasmat, por Besa ime e dyta, e kështë parë se ajo do jepte, nuk e di qa japim një intervistë. Pune, e qartë. Edhe atë dite kështë qenë edhe ky. Ai punon tani dhe neve në ka shkatërua të gjithve. Ku të gjej, më thoj, ku të gjej, një drejt, një të... Qa të thërë, nuk e di. Ai, jati është bërë keq. Vdes tani, vdes pasaj, gjuna, e jema. Beta, unë e kuptoj që ai ka probleme,
dhe bën këto lloj veprime prej 4 vitesh një person që të hakmerret në një lloj forme të tillë, unë nuk e kuptoj. Realisht, por sigurisht që është i sëmur, psiqik. Vetëm një psiqik mund t'i bëj këto gjëra. Ti ke mundur dot vetë si teze të flasësh me këtë person? Ore, ç'a kërkon ai? Po, kam folur unë, e kam marrë me numër, sa ai me kështu, ai më shkruan adresa që unë s'po i gjej. Adresa fake, falso. Jo, ta flasësh ti me atë autori ma, thuaj ti. Unë sa i mbylla unë, se unë nuk kam as Facebook e nuk dua. Edhe sa i mbylla me këtë, unë i kam thënë çupës. Unë kam hapur vetëm për këtë, s'kam as çoka, po nuk di ta përdor. I kam thënë çupës unë pastaj, ju fut, edhe çfarë do ai që ka baban tim. Po ne kemi ka baban e atij. Edhe ja kemi quar. Ai e kam folur dhe shumë herë kam folur ti, edhe me mesazh që çfarë do vëtoj mua, çfarë kërkon me nga ajo. Ai pasaj vetëm shan, ti e vetëm të vjekaj, vetëm nuk digje tjetër. Por ka motra ky, se nën ka, sigurisht. Motra ka ky njeri? Jo, vetëm një vëlla ka. Po për bajneve nuk kemi gjë me vëlla. Ka dhe një vëlla, më të vogël. Dhe sa vjeç është ky person? Nuk jam interesuar sa vjeç jam, po mund të jetë në moshë, mund të jetë një vogël, nuk jam interesuar njëherë. Më thuaj në një diçka, çfarë të bëj që do ta bëj. Unë të këshilloj që të denoncohet në polici. Një moshë kanë të dy, një moshë. Një moshë, e kuptova. E kemi denoncuar me odeta, nuk mund të... Po, patjetër, në momentin që bëhet edhe publike dhe ne do të ndihmojmë nëpërmjet policisë, padyshim që do merren masa për një person që të kërcënon. Të kërcënon në rrjetet sociale dhe nuk të lë të qetë të bësh jetën tënde. Ideja është për mendimin tim Beta duhet patjetër të drejtohesh policisë sërish të bësh denoncim të dytë, nëse për herë të parë policia nuk bëri asgjë dhe çështja u mbyll, ti duhet denoncosh përsëri dhe duhet ta ndiqni këtë çështje dhe ai njeri të marrë dënimin e merituar. E kemi ndjekur, nga Kuçova, unë nuk pres me nga Kuçova. A keni ju... Ata marrin shkollati në Tiranë, që janë të... Nuk e kuptoj që shkon të këta, që japin Facebook e falso. Mirë, unë do bëj të pamundrën, të premtoj që do bëj të pamundrën për të lidhur me këtë zotëri, me Mariglen Gjatën, për të folur dhe për t'i sqaruar se çfarë rrezikon ai me gjithë këto veprime që bën dhe uroj që ai t'i thrasi pak mendjes dhe të rriqet dhe ta lënë besën tënde të qetë. Sa ajo është bërë nën. Unë do ta shpërblej. Jo. Po të bësh ti më të Shpërblimi i madh është një faleminderit, sinqerisht atë kërkoj prej të gjithëve, por ideja është që ai person duhet i thrasi mendjes për të gjitha veprimet që bën, sepse rrezikon burg. Dënohesh me burg. I dërgon tezja të tezja. Më mirë ta ndajnë të denunce tani thotë. Po nuk është gjyna tani me një fëmijë. Jo, po është e mirshme. Ti nxish jetën ish të dashur, sa ajo e martuar me fëmijë, ai vazhdon e përndjek e kërcënon me mesazhe, kjo është një çmenduri nga ana e tij. Çupa se unë nuk di. Do t'i bjerë çupa të tëra mesazhe, ti shikosh ti. Do t'i bjerë të tëra çupa, sa kemi tani ne do t'i bjerë të tëra, ti shikosh se ne nuk po mundemi më. Na shkatroi jetën. Sa të do një gjë do bëj. Se të marrë shumë mua çupa, ti ki çupa do marrë në qafë të vogël. E dashur Beta, nëse do flas me Mariglenin, ke diçka, një mesazh që unë t'ja përcjell atit? Se unë si gazetare, si nën, si grua, kam gjërat e mia për t'i thënë, por diçka nga ty? Unë doja vetëm këtë. Unë tani e kam marrë këtë vendim, e kam lënë atë, se deri tani nuk na ka lënë Rishtem Merdanin e i jati qupës. Po tani nuk plus, as Rishtemin, unë do t'a vras. Do t'a guaj lek, si bet, do t'a vras. Unë e ka marrë shumë për sypër, e di shumë miraj. Unë do t'a guaj lek edhe atë do t'a heq qafe. Do t'i them të lutem shumë, nuk dua mas i gjen nga ty. Vetëm t'i heqesh dhe t'i lesh rahat. Se to do t'a vras, do t'a bej, unë nuk e le atë, bastard, i thotë fëmijës bastard. Thuhet ajo gjë, bastard. Gjithsesi qetësoj, patjetër që do mbetemi bashkë në kontakt, kështu që më lejo, më jep kohë që të lidhem dhe unë me zotrin, ti shpjegoj disa gjëra dhe do mbetemi të dyja bashkë në kontakt, dakord? Mirë, Beta, do mbetemi në kontakt. Të përshëndes. Të lutem, do ta shpërblej, të lutem.
E besoj çfarë po përjetoni. Pa ndodhur në një gjendje artik shumë e rëndë. Mirë, okay, do mbetemi në kontakt. Të përqafoj. Po, shumë faleminderit Zotit të ndihmoft. Mirupafshim Beta. Mirë, e dëgjuam zonjën Beta, e cila tregoi shqetësimin e madh që kishte pikërisht për mbesën që e kishte rritur vetë dhe personi i dashur i saj ku ajo në një moshë fare të vogël e kishte njohur, sot po bëhesh një pengesë e madhe pasi e dërgonte mesazhe kërcënimi, mesazhe nga më të ndryshme në rrjetet sociale, jo vetëm asaj, por edhe bashortit dhe njerëzve të bashkëshortit dhe situata ishte bërë e rëndë në familje. Unë premtova Betës që do bëj të pamundurën që në këtë live patjetër të lidhem dhe me zotrin që u akuzua me Mariglen Gjatën, kështu që do hap një dritare. Sigurisht ai nuk do të dalë me imazh, kështu që do kemi vetëm zërin e tij, por do e dëgjojmë dhe versionin e Mariglenit, kështu që menjëherë e përshëndes. Përshëndetje, me Mariglen Gjatën flas? Po. Mariglen, po të prezantohem, unë jam Odeta Dume, jam një gazetare nga Report TV. Po. Në fakt, një zonjë me emrin Beta nga Greqia ka bërë një denoncim enkas për ju, pasi ju nuk po e lini rehat mbesën e saj Emanuelën, dhe ajo më tregoi një ngjarje që sinqerisht më erdhi keq kur e dëgjova. Okej. Pse e shqetësoni dhe e kërcënoni një nën që është e martuar dhe po vazhdon jetën e saj? Tani një pyetje kam unë. Jo, përpara se ju të më bëni një pyetje, mund të më ktheni një përgjigje. Dhe pastaj mund të më bëni pyetje sa të doni. Për të marrë përgjigjen e pyetjes tënde, ti duhet të kesh disa fakte që bazohesh që jam unë ai person. Atëherë janë mesazhet e tua, të cilat ke kërcënuar vajzën. Dhe verifikon ti që janë mesazhet e mia, lutem. Mariglen, të lutem, është bërë një denoncim dhe në policinë e emrin tuaj dhe ti ke pasur një lidhje me vajzën. Tani ti po më akuzon mua për diçka. Jo zotri, unë nuk po të akuzoj. Unë po të pyes. Çfarë po thua ti? Atëre, ju e njihni Emanuelën? E kam njohur atëherë. Pra, pasi ti e ndar, pse vazhdon ti dërgosh mesazhe? Mariglen, të lutem. Po. Po ju dëgjoj me vëmendje. Pasi e lash unë mbylla çdo kontakt me atë. Edhe pas 2 vitesh, mua më vjen disa gjëra nga familja e saj që më thon, "Dua të na lësh rehat." Ndërkohë unë isha në marrëdhënie me një gocë tjetër. Unë jam ndarë dhe nga ajo sepse ka thënë ajo nuk vazhdoi me ty për shkak të këtyre akuzave. Po them diçka që ka ndodhur realisht tani. Mua më vjen ky lajmërim nga ju tani që po më thoni ju mua që pse vazhdoni bëni këtë gjë. Unë Emanuelën kam mbi 5 vite që nuk flas, as nuk e njoh, as nuk do të di çfarë bën me jetën e saj. Edhe ti vjen tani më merr telefon mua më thua. I dashur Mariglen. Ju e keni ndarë nga i fejuari, nga bashorti, nga babai i fëmijës, edhe pse ajo është ribashkuar prapë për shkak të mesazheve që ju i dërgoni jo vetëm asaj, se ajo tashmë i ka mbyllur rrjetet sociale, por burrit të saj, njerëzve të burrit të saj, të cilët janë dëshmi dhe fakte që tezja e saj Beta nga Greqia mi ka dërguar dhe unë i kam parë, kam lexuar me sytë e mi dhe fjalori që ti ke përdorur është shumë i rënd i dashur Mariglen. Lutem, a mund të më tregosh mua në WhatsApp to screenshot-e çfarë ka nisur ty se jam shumë kurioz të di se çfarë ka shkruar ai personi. Po mirë, Mariglen, në logjikën tënde, një vajzë e martuar që ka fëmijë, ka një burr në shtëpi, mund të bëjë një denoncim për ish të dashurin? Se mua nuk më duket e logjikshme kjo. Ti fusi bela vetes së vet, të nxjerrë ish të dashurin e saj. Por aq keq, po e shikon kjo zonjë sa kërkon ta bëj publike dhe të denoncoj ty. Jam shumë dakord me këtë gjë. Tani ti mendon se unë një person që e kam lënë unë personalisht sepse nuk më interesonte lidhja me atë. Ti mendon se unë do vete ta kërkoj unë përsëri atë gjë? Por edhe e dyshoj në bazë atyre që kam lexuar, edhe dyshoj që ju e bëni. Okej, dyshon. Tani më tregon një fakt që tregon atë që jam unë personalisht Marigleni që po i shkruaj atyre. Zotri, unë desha që të flisja me ty dhe ti ishte edhe Beta. Jam shumë dakord. Ti ishte edhe Beta. A dëshiron ti që të marrë dhe Betën dhe të flasim të tre? Unë nuk e njoh kush është kjo Beta, të them të drejtën. Beta është tezja e Emanuelës, ajo që të ka denoncuar. Shumë mirë, unë nuk e njoh fare personalisht, as si fytyrë, as si emër, as si kështu. Po pra, ju nuk e njihni dhe unë po ju prezantoj. Është tezja e Emanuelës, ajo që ka ngritur shqetësimin e madh, e cila ka bërë një deklaratë shokuese në transmetimin tim për ju. Okej, ka bërë një deklaratë shokuese. Ku i ka provat që jam unë, sepse tani çdo kush mund të hapë diçka, një Facebook, një Instagram dhe të ofendojë një familje, por kjo do të thotë që është ai personi. Sepse
se mua më ka dikush i natë, përdor emrin tim tani është gjë tjetër. Mariglen, unë vetëm thjesht dua të njoftoj që e gjithë kjo quhet një kërcënim dhe duhet ta kuptosh që përfundon në burg. Unë merr me gazetari. Që jemi koleg. Që jemi koleg bashk. Po pikërisht pra, pa dhe po them unë, personi që po më akuzon ka kaq kohë që mua më ka mbyllur shumë punë, shumë marrëdhënie me klient për shkak të këtyre kërcënimeve, më ka mbyllur shumë gjëra se merrem dhe me dasa, me gjëra kështu dhe më ka pishë shumë punë sa nuk e ke ti iden. Tani, unë kam bërë denoncim në polici që kjo gjëja të mbyllet, ta zgjidhin kush është ai personi, këtë dua të bëj dhe unë, por ana e atyre personat e familjes së Emanuelës nuk kanë kërkuar këtë gjë. Ata kur vjen në polici ata vjen në denoncojnë mua, nuk denoncojnë personin që po i shan atje po i ofendon. Pra, ju po deklaroni që është një person i tretë që i bën këto dhe nuk jeni ju. Unë e vetë dorën në zjarr për këtë gjë. Jam shumë i sigurt sepse unë nuk dua të bëj fare me Emanuel, as nuk dua ta di se çfarë bën ajo me jetën e saj. Unë kam jetën time, jam i fejuar, tani unë nuk dua t'ia di fare për atë. Ata nuk e besojnë këtë gjë. I dashur Mariglen, më lejon që të marr dhe Betën për të folur dhe me Betën? Jo, unë nuk flas me një person që nuk e njoh, sepse nuk e di se çfarë fjalësh do më thotë ajo mua, nuk dua të bëj fare me një dikë që e njoh. Mariglen, ti nuk pranon që të flasësh me Betën, me atë zonjë që të ka denoncuar, e cila është plotësisht e bindur që jeni ju që i bëni të gjitha këto mesazhe me adresa falso në Facebook. Zotri, por ajo të njeh se e di shumë që ju keni pasur një marrëdhënie me mbesën e saj dhe sigurisht ajo të njeh. Po fal, po se ju vetëm po një. Dhe prindrit e Emanuelës kanë takuar babain tënd, i cili ka ngritur duart lart. Si ka ngritur duart lart? Në një farë mënyre që unë nuk kam dieni për këtë gjë dhe nuk kam çfarë bëj. Po fal, ti gjithë këtu se ti që nge pa informuar fare. Jo, unë po të pyes, por ti më dëgjoj pak mua, fare vetë çka. Mes familjes tonë, familjes tyre ka pasur konflikte që ti nuk e ke ide fare dhe po flet ka ngritur babin duart lart. Po flet për sa budalliqe që ti nuk e ke. Jo, zotri, unë nuk po flas për budalliqe, por thjesht fakti që ti nuk do të flasësh me zonjën që ka denoncuar, që ti thoj disa gjëra në sy, sa ajo e di më mirë historinë se mua. Mua thjesht ajo më ka bërë denoncimin dhe denoncimi është i rëndë. Më fal, çfarë do zgjidhin fjalët për me edhe asaj? Do zgjidhin gjë? Ka shumë gjëra për të thënë. Ajo dëshiron të thoj disa gjëra aty. Që këtu, çfarë do zgjidhin fjalët me Tismeda sa këtë do të diu? Nëse unë flas me të çfarë do zgjidhim? Fjala zgjidh shumë gjëra, se jeni dhe gazetar, por fjala thyen dhe shumë gjëra, Mariglen. Nuk kemi për të zgjidhur asgjë, siç nuk kemi zgjidhur bashkë me kur kam takuar bashkëshortin e Emanuelës, bashkë me kunatin e asaj, dhe ata thjesht kanë kërcënuar. Unë e di shumë mirë se çfarë njerëz janë dhe çfarë logjike përdorin ata. Unë ja kam thënë shumë qartë, jam dakord të bashkëpunojmë për të gjetur të personin i cili ka bërë këto gjëra. Jam i gatshëm për çdo gjë. Ata kanë thënë që ne e dimë që je ti dhe fiks, e nuk e kanë zgjatur muhabetin, e ka kaluar çdo gjë fizike pastaj. Të lutem shumë, ti nuk ke as dieni për asgjë gjë, po flet në ajër, Jo, unë nuk kam dieni dhe nuk kam qenë pjesë e lidhjes tuaj dhe sigurisht nuk u njoh të dyve. Por unë po të them dhe po të tregoj në këto momente fjalët që ka thënë Tezja, Beta. Dhe dua që të më japësh një përgjigje, ti po i mohon të gjitha. Vetëm thjesht, unë dua të tregoj i dashur Mariglen apo i dashur koleg, si do të thërras, që nëse zbulohet që je ti, që zonja në fjalë, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes së burrit të Emanuelës kanë fakte që je ti e di shumë mirë se çfarë të pret. Unë vi aty te emisioni jo dhe të përpulem dhe të pusem aty qoftë ata. Jo, nuk është nevoja të ulesh në emisionin tim dhe të puthësh këmbët mua, se nuk është ky qëllimi, Mariglen, të lutem. Nuk është ky qëllimi, të lutem tani. Trego pak etik dhe respekt për kolegen tënde. Me që jemi koleg. Nuk është nevoja të më puthësh këmbët mua, nuk ruposh, shkojmë në këto nivele, të më puthësh këmbët mua, por thjesht po të them, nëse ti nuk je personi që po i bën keq një nëne, një vajze që e ke dashur përpara disa kohëve dhe je ndar, të gjithë kanë një histori, siç pranojmë dashurinë, pranojmë dhe ndarjen, dhe është e kuptueshme kjo gjë, për respektin e asaj kohe që ke kaluar, duhet të dish se si të sillesh me ishin tënd. Por, nëse nuk je ti, ata njerëz e kanë për detyrim të dalin në transmetim dhe të kërkojnë falje publike ty. Por thjesht për të rikujtoj, nëse je ti dhe kjo gjë do zbulohet se tashmë ka nisur ky denoncim dhe po bëhet dhe publik, ju e dini shumë mirë se çfarë ju pret. Kaq dua të njoftoj. Okej, super. Tani, qoftë kur të dal që ai person nuk jam unë, ti çfarë do bësh në këtë rast? Zotri, çfarë do bëj unë?
Unë do vazhdoj misionin tim. Unë do vazhdoj misionin tim, një denoncim që u bë dhe një denoncim tjetër që kërkohet falje publike. Emisioni tim do vazhdoj. Mos më bëj pyetje koleg, ju e dini se si veprojnë gazetarët në tilla raste. Kur të dalë që s'jam unë atëherë do i thosha familjes atyre të dalin të gjithë në emision. Po patjetër, unë besoj që ata e ndjejnë detyrim për ta bërë këtë gjë. E ndjejnë detyrim për ta bërë këtë gjë, por gjithsesi, unë të theksoj dhe një herë i dashur Mariglen, se janë vetë grua, janë vetë vajzë, janë vetë nën, dhe asnjë grua nuk mund të bënte publike një histori dashurie të së shkuarës përballë burrit të saj, sepse ai e kërcënon. Nuk do ta bënte kurrë gjë të tillë, po e bën se i ka vajtur atje ku s'ban më Mariglen. Dakor? Unë nuk besoj që një grua të dalë dhe të tregoj historitë e saj të dashurisë. Kam patur Mariglenin të dashur. T'ja tregoj burrit këtë gjë. Unë nuk besoj se e bën askush këtë Mariglen. E bën sepse po ndihet e kërcënuar. Okej, në rregull, jam dakord me këtë gjë, po ti ju jeni dakord për gjithçka, por mohoni. Gjithsesi unë nuk do të mbaj gjatë në këtë lidhje telefonike, nuk jam askushit të akuzoj, nuk po të akuzoj, po e ngre zërin sepse më dhimbset ajo grua dhe dua që ai njeri që i bën këto, pa ngritur gishtin në askush, se nuk jam askush të ngre gishtin ndaj teja apo dikujt tjetër, por ai person meriton të varet, jam dakord. Dënimin, jo të varet. Dënimin e merituar. Thjesht të mora në telefon për të qenë korekte. Di pse? Sepse të njëjtën gjë do bëja edhe unë nëse dikush do futesh tek familja ime për këtë radhë. Më kupton çfarë do të them? Jam shumë dakord me ato që po thua ti, po askush nuk mund të vë gishtin mbi mua pas një provë, sepse i shkruan dikush që thotë jam Marigleni, ti s'mund të besosh diçka që nga një mesazh. Unë prandaj ju mora për të dëgjuar dhe juve. Gjithsesi, unë të falenderoj që mu përgjigje. Duke ditur që të kam koleg dhe mësova që të kam dhe patriot, uroj që mos t'i jesh ti, se do të rënd për një gazetar, njëri shkolluar të arrijë në këto nivele. Uroj dhe dua ta besoj që nuk je ti. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes Mariglen. Lutem, shënoj numrin tim dhe kur të gjendet kjo që do zgjidhet kjo gjë, unë do kërkoja që ata të dilin televizor të kërkoni falje publike për mua. Patjetër. Është gjëja më minimale që disa njerëz kur zbulojnë të vërtetën të kërkojnë falje për gjithë njerëzit që kanë lënduar. Shpresoj vërtet. E di çfarë kam pritur këto ditë unë them të drejtën, pasi mua më ka sekuestruar policia sa pajisje elektronike dhe më ka futur në borxhe për të bler pajisje të tjera, se siç mund ta dini, ne që jemi gazetar që merrem me video produksion, merrem me këto, unë jam detyruar të blej pajisje të tjera për veten time, jam futur në borxhe dhe në tërësi. Tani këto gjëra që unë i kam shpenzuar këtu, ata do të rrin fare. E kupton, ata thjesht kanë hedhur akuzë, kanë nxjerrë urdhë gjykate për kontroll të pajisjeve, edhe më kanë lënë mua kështu tani. Këto gjëra nuk kujdeset njëri për çfarë ka ndodhur, them drejtën. Po nisë këto janë gjëra të tjera, tinga që nuk janë në brendësitë e qartë. Sepse ky muhabet po bën 5 vite gati. Po, e vërtet, këtë gjë më tha dhe Beta, po bën 4-5 vite që mbesa jon po kërcënohet nga persona me emrin Mariglen, kështu më tha, Mariglen Gjata. Po. Dhe ajo kërkonte që të ishte në një përballje me ju për të thënë disa gjëra, ju nuk pranoni, unë respektoj vendimin tuaj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Kështu që të përshëndes Mariglen. Mirë, kalosh mirë. Nëse do të dish një detaj rreth bisedës dhe çfarë kam unë prova për rreth atyre, pa merak. Po patjetër, mund të bëjmë. Ja që më kanë akuzuar që më thoshin do të vrasin, do të varin, po pa merak se kam vitur unë çështje gjyqësore për këtë gjë. Do mbetemi në kontakt, se jo, do flasim. Uroj që të ketë një zgjidhje kjo histori. Gjithë të mirat, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 0699955698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër.